poštovani mediji, javnost. Današnja sjednica je samo nastavak aktivnosti koja lokalna samouprava i Skupština opštine radi zadnjih 2 sedmice. 21. prošle sedmice, znači u petak, imali smo sjednicu gdje smo usvojili veoma jake zaključke koje se tiču našeg cilja u razvoju opštine Ulcinj. Molim da mi se donose te papiri. Opština Ulcinj se našla pod jednom situacijom koja je nesvakidašnja i koja do sad nije bila niti priželjkivana, niti očekivana. Da bih javnosti i dalje predstavio o čemu se ovdje radi, ja sam podijelio svim političkim subjektima sporazum, nacrt sporazuma dokumenta koji je usvojen na vladi Crne Gore, na WhatsApp sjednici prije dvije noći i poslije toga je krenula još jedna naša aktivnost, a to je sazivanje vanredne sjednice. Razlozi su sljedeći. Vlada Crne Gore je usvojila nacrt sporazuma o vođenju pregovora i potpisivanju sporazuma u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. U dokumentu koji je usvojila Vlada predviđene su investicije u oblasti turizma i nekretnina s posebnim fokusom na primorske opštine. Nakon niza sastanka koje je opština Ulcinj održala sa predsjednikom Vlade Milekom Spajićem, koji izrazio interesovanje da se ova investicija realizuje u opštini Ulcinj i obuhvati čitavo područje Velike plaže, kao predsjednik opštine sam sazvao vanrednu sjednicu kako bismo raspravljali i donijeli zaključke u skladu sa pomenutim sporazumom. S obzirom na to da se radi o jedinstvenoj obali u svijetu koja je očuvana više od 2000 godina, otuđenje javne imovine koje je u službi svih građana Crne Gore mora odlučeno kroz inkluzivni konsenzus. I sada da idemo u informisanje. Odbornici Skupštine opštine Ulcinj su dobili ovaj dokument i ja ću pročitati i javnosti što u njemu piše. Sporazum saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. U članu 1 sljedeći projekti u oblasti turizma i razvoja nekretnina koje zajednički identifikovani smatraju se strateškim i predstavljaju projekte od javnog interesa kako slijedi. Razvoj projekta na jugu Crne Gore kao integrisanog razvoja turizma i nekretnina mješovite namjene. U članu 2 na osnovu ovih zajedničkih identifikovanih projekata od strateškog značaja i javnog interesa za ekonomski razvoj obe strane i u cilju izvodljivosti realizacije projekta, Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata predlaže i garantuje za investitore entitete iz privatnog sektora sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji sarađuju sa Vladom na implementaciji projekta u daljem tekstu entiteta. Određivanje entiteta iz stava 1 ovog člana će biti izvršeno od strane Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata uz prethodnu pisanu saglasnost Vlade Crne Gore. U cilju realizacije ovog sporazuma, ugovori, programi i sporazumi u vezi sa projektima sa tačno određenom lokacijom projekta bit će zaključeni sa entitetom. Ugovor, program i sporazum iz stava 3 ovog člana će biti implementirani uz saglasnosti sa relevantnim crnogorskim zakonima, izuzimajući zakonodavstvo obe zemlje o javnim nabavkama, javnom tenderu, javnoj proceduri nadmetanja ili bilo kojoj proceduri u vezi nabavkama, javnim tenderom ili javnim nadmetanjem. 5. Ujedinjeni Arapski Emirati neće biti predmet bilo kojih mehanizma za rješavanje sporova predviđenih ugovorima, programima i sporazuma zaključenih između entiteta.
U svrhu realizacije projekta Vlada će obezbijediti sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi obezbijedila zemljište neophodno za sprovođenje projekta, razvojno područje od strane entiteta, kada i koliko je dozvoljeno relevantnim crnogorskim zakonima, bez potrebe sprovođenja javnih nabavki, javnog tendera i drugih procedura propisanih nacionalnim zakonodavstvom koje se određuje oblast državne imovine. B. Zaključiti ugovor u saradnji sa entitetom i kvalifikovati projekat kao investiciju od ključnog značaja za nacionalnu ekonomiju i od strateškog i javnog interesa za Crnu Goru. Izvršiti razvoj javne strukture koja je potrebna za realizaciju projekta, omogućiti da sva potrebna planska dokumenta za područje obuhvaćena projektima budu pripremljene u saradnji sa entitetom. Obezbijediti sve dozvole potrebne za razvoj projekta koje izdate entitetu bez odlaganja u skladu sa crnogorskim zakonima. Sprovoditi sve zakonodavne mjere koje su potrebne za realizaciju projekta. U cilju realizacije projekta Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata se obavezuje da ohrabri entitet da dostavi studiju financijske izvodljivosti i zaključi obavezujući sporazum u saradnji sa Vladom Crne Gore, da sprovede investiciju koja može uključivati sopstveno finansiranje, bankarske kredite ili kredite povezane od strane akcionara, prodaje, prethodne prodaje, prihode od ulaganja treće strane i tako dalje u cilju realizacije projekta. Izdvojit ću i još jednu stvar. U članu 6 kaže sljedeće. Tačka 3. Bilo koja strana ima pravo da otkaže sporazum u bilo koje vrijeme, obaveštavajući drugu stranu u pisanoj formi i sporazum prestaje 6 mjeseci nakon obaveštavanja. U tački 4. Otkazivanje ovog sporazuma neće uticati na aranžmane, obaveze, projekte, programe, rada, ugovore i sporazume koji su već inicirani u skladu sa ovim sporazumom do završetka tih aranžmana, programa, ugovora, obaveza, projekata, programa rada, ugovora i sporazuma, osim ukoliko strane drugačije ne sporazumi u pisanoj formi. Poštovani građani, poštovani odbornici, mi smo na prošlim sjednicama usvojili zaključke koji su bili jasni. Zaključke koji su se vodili na to da mi želimo investicije, da želimo održivi razvoj, da želimo planirani razvoj za nas i buduća pokoljenja i da želimo da budemo uključeni u planiranje svog razvoja. I slali smo poruku da su to naši ciljevi, naši uvjeti za planiranje na našem području. Po meni ovakav ugovor je ugovor koji je donesen veoma hitno, bez javne rasprave, bez bilo kojeg mogućeg uticaja na ovakav dokument, jer od momenta kad smo mi kao lokalna samouprava saznali o postojanju investitora koji je zainteresovan da investira u naš grad, do ovog momenta prošlo je maltene 2 sedmice. Ja sam veoma zadovoljan da o ovom pitanju mi svi mislimo isto. Mi smo pokazali to na zadnjoj skupštini. Mi smo to pokazali u saradnji koje imamo između političkih subjekata oko načina na koji ćemo zaštititi interese naših građana. Interesi naših građana su iznad svega. Biće prilike da i odbornici kažu svoj stav kakvi su uticaji i šta se može desiti sa našom zajednicom ako se planira zauzimanje cijelog područja Velike plaže. Ponavljam, cijelog područja Velike plaže. Mi ovdje moramo slati jasnu poruku i slali smo je da jesmo za investicije, da očekujemo investitore i ovog investitora ohrabrujemo što je pokazuje interesovanje za investiranje kod nas. Ali te investicije moraju biti u skladu sa onom što je rađeno ne samo u proteklih 2 sedmice, nego što je rađeno u proteklih godina, decenija. Velika plaža ima svoja planska dokumenta. Ulcinj ima svoja planska dokumenta. I da bi mi to pokazali, mi smo na sastanku
gdje je zadnji sastanak između predstavnika lokalnih samouprava i nas kao lokalne samouprave. Pozvani su svi predsjednici Primorja i na tom sastanku je opet razgovarano o megaprojektima, velikim projektima, i ja sam ponovio naš stav. Ponovio sam stav koji puno ljudi govore i puno političkih subjekata. To smo juče i uputili vladi Crne Gore kao kandidovanje koji bi projekti mogli biti za eventualne investicije u opštini Ulcinj. Želim da vam pročitam. Poštovani, uputili smo predsjedniku vlade. Poštujući važeće zakonske propise Crne Gore, važeću plansku dokumentaciju, međunarodne konvencije, kao i obaveze preuzete iz istih konvencija, vrijednosti ekološke države te strategije Crne Gore i Evropske unije za održivo razvoj, predlažemo da se investicije Ujedinjenih Arapskih Emirata u opštini Ulcinj fokusiraju na jedan od lokaliteta koje vam dostavljamo kao prateći dio ovog propratnog akta. I u dopisu slojevoj selji. Imajući u vidu način kako su javnosti prenose i interpretiraju stavovi Skupštine opštine Ulcinj i njenih zvaničnika, čime se želi stvoriti utisak da se radi o autističnoj i zaostaloj sredini, koja se protivi promjenama i razvoju, a sve u cilju stvaranja pritisaka na donosioce odluka da se na brzinu prihvati rješenje kojim se Ulcinj i Crna Gora u cijelini trajno odriču tako značajnog resursa kao što je velika plaža, i to bez valjanih analiza o svim pozitivnim i negativnim posljedicama, smatramo da ima potrebe da dodatno pojasnimo naše jednoglasno usvojene stavove. Ulcinj, njegovi građani, njihovi politički predstavnici u lokalnoj i državnoj vlasti iz opozicije i pozicije, ne samo da se ne protive investicijama u impresivne resurse ovog grada, nego već decenijama željno iščekuju i priželjkuju ta ulaganja. Ulcinj je ponosan što je jedan od najjačih globalnih investitora, Alabar, zainteresovan da ulaže upravo u naš grad. To je najbolja potvrda onoga što Ulcinjani tvrde već decenijama, da je velika plaža jedan od najvećih, ako ne i najveći turistički potencijal u Evropi. Niko u Ulcinju nema to pravo da prihvati trajno i u cijelini odricanje od osnovnog izvora prihoda gotovo svih stanovnika ovog grada. Ubijeđeni smo da investitor, ako mu se predstavi na pravi način, naravno uz prepoznavanje i poštovanje potrebe lokalne zajednice, poštujući važeće zakonske principe Crne Gore, važeću plansku dokumentaciju, međunarodne konvencije kao preduzete obaveze iz istih konvencija, vrijednosti ekološke države te strategije Crne Gore i Evropske unije za održivi razvoj, predlažemo da se investicije u opštini Ulcinj fokusiraju na jedan od sljedećih lokaliteta. Modul 2, velika plaža, kao nastavak razvoja velike plaže, kapaciteta do 6000 ležajeva, namjena turizam. 2, Ada, riječno ostrvo u obliku trougla na ušću rijeke Bojane u more, površina 4,9 kvadratnih kilometara. Lokalitet turističkog naselja Mavrijan, površine 41 hektara, kapaciteta 1400 ležajeva. Marina ispod Starog grada, površine 20 hektara, kapaciteta 500 vezova. 5, Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope, SEIS centar, površine od 10 do 25 hektara u Ulcinju. Moram napomenuti da ovom Međunarodnom institutu za održive tehnologije imamo studiju izvodljivosti koja je pripremila lokalna samouprava 2003. i 2004. godine. Ulcinju je neophodan razvoj turističkog kvaliteta koji će biti utemeljen na principima održivog razvoja. Uzimajući u obzir prirodne i kulturne resurse, razvoj treba da se usmjeri na čuvanju autentičkog identiteta i ekološke ravnoteže, dok istovremeno omogućava rast turističke ponude. Važno je da svi investitori i projekti u opštini Ulcinj budu pažljivo planirani i implementirani na način koji poštuje prirodu, baštinu i kulturne vrijednosti ovog područja. Pristup prostoru ne smije biti agresivan, pogotovo ne kroz princip razvoja trgovine nekretnina i megaprojektima koji bi mogli ugroziti postojeće ekosisteme i kvalitet života lokalne zajednice. Umjesto toga prednost treba imaju projekti koji usmjeravaju na manjim, kvalitetnim investicijama, koji podržava održivi turizam, smanjenje negativnog utjecaja na prirodu i razvoj ekološke prihvatljive infrastrukture. Ovaj pristup će omogućiti da turistička ponuda bude održiva, a grad nastavi da se razvija u skladu sa evropskim i globalnim standardima održivog razvoja. Poštovani građani i poštovani odbornici,
Ono što ova lokalna samouprava je uradila u proteklom periodu su brojni dopisi, pisma, sastanci, koordinacije koje radimo u cilju zaštite interesa naše zajednice. I ja sam veoma odlučan da to nastavimo do kraja. Ja sam veoma odlučan jer imamo samo jedno jedino mjesto i ne možemo dozvoliti da bilo čiji interesi koji su hitni, koji su nejasni, koji su neobrazloženi, koji nemaju nikakve jasne analize uticaja na našu zajednicu. Argumenti šta može se desiti sa našom zajednicom su brojni. Ja ih ovdje ne mogu sve imenovati, ali pokušat ću. Šta će se desiti sa svim turističkim kapacitetima koji bi eventualno ostali van ove zone? Šta bi se desilo sa investicijama koje su građani opštine Ulcinj i njihova vrijednost i način na koji bi se oni koristili, šta bi se desilo sa desetinama hiljada kreveta u turističkoj djelatnosti, sa objektima, sa hotelima, sa trgovačkim centrima. Podaci koji smo mi dobili, koji su nam obrazloženi na sastancima, su bili veoma veliki. 30 milijardi eura investicije u opštinu Ulcinj u roku od 10 godina, to bi značilo jedan novi grad. Novi grad gdje bi mi kao zajednica bili, pa da ne kažem, gosti. Mislim, predsjednice, da u uvodnoj riječi sam rekao dovoljno i da smo mi na sastanku koji smo imali u mom kabinetu preksinoć formirali mini radnu grupu koja će u toku zasjedanja i podijeliti zajedničke zaključke koji ćemo ovdje, siguran sam, jednoglasno glasati. Želim poručiti javnosti da ovakvi potezi i ovakve inicijative samo podrivaju demokratiju. Samo prave sukob između ljudi, između opština, između centralne vlasti, između pojedinaca. Ja sam veoma sretan da sa vama mogu podijeliti informaciju da ne samo mene, nego sigurno i vas su brojne osobe kontaktirale ovih dana sa jasnom porukom: ne dajte veliku plažu. Ja sam siguran da to savezništvo će biti svakim danom sve jače i jače, da će se pojašnjenja ovakvog izazova pojasniti. Zato pozivam i medije da budu uključeni, pozivam stručnu javnost, a mi ćemo formirati što prije naše radne timove, formirat ćemo, organizovat ćemo okrugle stolove da javnosti pojasnimo o čemu se ovdje radi kad bi se realizirala jedna ovakva ideja. Ideja netransparentna, ideja koja nije u interesu razvoja naše zajednice. Zahvaljujem. Hvala, gospodine predsjedniče. Sada otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Izvolite. Fitim Draga, izvolite. Faleminderit, nderuar kryetari Kuvendit, nderuar kryetari komunës Zotri Genci Nimanbegu, të nderuar kolegë dhe kolege këshilltar, nderuar ekzekutiv, qytetarë të nderuar, si dhe ju përfaqësues të mediave. Jemi mbledh përsëri sot në këtë seancë të Kuvendit me po të njëjtën temë dhe tematik që e kishim edhe mbledhjen e kaluar, seancën e kaluar. Do të thotë, unë seancën e kaluar nuk mora fjalën dhe nuk fola për këtë çështje, duke pa që jo shumica, po gjithë nga kolegë që kanë folur ditë
unë kam qenë dakord me se cilën fjalë që ata kanë nxjerrë nga goja. I kam përkrahur gjitha mendimet, gjitha propozimet dhe çdo gjë ka qenë domethënë korrekte dhe e saktë. Prandaj mu duk e tepërt edhe mbase unë ashtu e kam konsideruar domethënë që të ripërsëris fjalët e kolegëve të mi. Jam dakord edhe me qëndrimin e kolegut Arjan Murati, i cili ka thënë mbledhjen e kaluar domethënë që duhet një qëndrim edhe më i fortë. Domethënë kena qenë edhe të butë, pak si të butë, por mendoj se edhe ka ardhur koha që duke e pa seriozitetin e kësaj çështje, që të jemi edhe me të vendosur dhe me agresiv në këtë drejtim. Marr shkas këtu edhe nga kuvendi kuvendi qendror, domethënë parlamenti i Malit të Zi dje, i cili u mbajt dje, dhe ku në atë kuvend u bën pyetje nga deputet dhe përgjigje nga kryeministri i nderuar, por kemi dëgjuar disa përgjigje për mendimin tim qesharake, që nuk janë serioze kur bëhet fjalë për çështje kaq mëdhore, kur bëhet fjalë për një investim që unë s'mund ta quaj investim, a është një devastim, një zhdukje që i bjen hajde ti se po ikim ne, ta zhduksh një qytet. Edhe domethënë të merret aq me pasurizitet një çështje e tillë, më duket jo serioze nga ana e kryeministrit. U shpreh dje se kam marrë mesazhe nga qytetarët e Ulqinit që janë pro këtij investimi. Do të thotë, flet për mesazhe anonime që ndoshta edhe si ka çu dikush pi Ulqinit, edhe krenohet domethënë me atë, edhe e merr si bazë. Në anën tjetër, qëndrimet zyrtare të zotit shtëpisë, të Ulqinit, ti kuvendi nuk i merr për bazë. Edhe si përmenda s'pak, se si pëlqejnë, është normale. Por do kisha shtu edhe diçka që për mendim tem në këtë vend, në këtë shtet, asgjë asnjëherë nuk ka ndodhur rastësore. Nuk është rastësi asnjë gjë që ndodh, sidomos në komunat apo në territoret, në vendet ku shumica është e banuar nga shqiptarët. Më vjen keq nga të gjithë ju tjerë që e ndëgjoni këtë, sepse nuk kam asnjë gjë kundër asnjë nacionaliteti tjetër. Por këtë duhet ta dini edhe ju. T'ju tërheq një paralele që t'ju vërtetoj këtë që nuk është rastësi, se nuk ndodh diçka rastësisht. Që me themelimin e të mirave detare, aty dukshëm është pa dhe me thonë që është në disfavor, është pak me thonë disfavor, po është në dëm të Ulqinit. Ma shumë se 50% e teritorit mirave detare e mbulon hapësina që e është marrë komunës Ulqinit. Për shembull, në Budv, të mirat detare fillojnë aty ku mbarojnë tallaset, ku mbarojnë Valadetit. Në Ulqin shkon deri në Port Milen, deri në Magistral. A thuj është rastësi? Mendoj se nuk është rastësi as kjo. Për me arë këtu ku jena sot, pa për është rejta. Një shembull tjetër që nuk ka lidhje me komunën e Ulqinit, por ka lidhje me paralelizu me që mos të ketë kush dyshime për të pikë. Kraja ndodhet, siç e dinë gjithë, në komunën e Tivarit. Shtrihet nga Shtegvasha
deri në Rumi e deri në liçenin e Shkodrës. A e dini se deri ku shtrihet Parku Nacional në Kraj? A e din kush? A e dini se Parku Nacional në Kraj shtrihet deri të banorët, deri tek shtëpiat e banorëve? Mbrin me kilometra në altë. Po i njëjti Park Nacional në Vir Pazar maran aty ku maran tallazi i liçenit. Pse kjo rasti? Prandaj unë them se këtu nuk ka asgjë të rastishme. Prandaj them se këtu çdo gjë ishte qëllishme, e kalkuluar shumë mirë. Për këtë investim që kryeministri flet, që ka shumë vullnet edhe e ka, si më thani, ishte shumë egzaltum që pja sjell Luçinin. Unë do t'je thoja që të paktën nëse nuk mundesh me na nimu, të paktën nëse s'mundesh me investu për këtë vend, sepse Ulçini ka meritu edhe meritan që m'ja kthy investimet me milionat që i ka marrë ky shtet për Ulçinit, që as 1% nuk e është kthy tash 30 sa vite, me marrë kalkulimin i përgjithshëm. 1% e asaj se sa ja është marrë. Qoftë se dan me investu në Ulçin, në qoftë se ke përsore mirësjanin e këtij vendit, mirësjanin e këtyre qytetarëve, atëherë investon në infrastrukturë, investa në turizëm, në çdo lami tjetër që i duhet t'i vendi. Por janë këtë formë. Nuk ishtë kja forma që i duhet Ulçinit për me investu. Kja ishtë me e uzurpu, nuk ishtë me investu. Kja ishtë me e zhduk. Me e zhduk një qytet 2 vjetër, 2000 vjeçar. Me avu emnin ndrysh. Me ndru strukturën, me ndru çdo gjë që me fshi çdo gjë që ka pas të bëjë deri sot me Ulçinin. Prandaj them, në qoftë se s'mundesh me nimu, të paktën atë çka na ka fal Zoti mas na merr. Kaq për momentin, më vonë shohim se nëse kena diçka me shtu, ju falenderit. Hvala gospodine Dragaj. Da li se još neko javlja za riječ? Izvolite, gospodine Hodžan. E nderuara kryetare e Kuvendit, i nderuari kryetari i komunës, të nderuar këshilltar, poštovane medije, unë fjalimin kam i majtë gjuhën shqipe, mirë po disa segmente edhe kam i përkthy për mysafirët tonë sepse e shoh që ishte nevojshme. Gjëja e parë që du mi thani është që kjo qeveri ishte qeveri anti-Ulçin. Ky kryeministër ishte kryeministër anti-Ulçin. Ovoje anti-ulcinska vlada i ovaj premijer je anti-ulcinski premijer. I svaka politička partija koja aktivno učestvuje u ovu vladu je anti-ulcinska partija. Zato, për këtë arsye, i thras gjithë partit lokale, pa marrë parasysh, cilat janë prej Ulçinit, qofshin qytetare apo lokale, cilat marrin pjesë këtë qeveri, të çojmë një mesazh konkret, sepse na nuk jena pjesë e kësaj loje. Na nuk jena pjesë e shitjes Ulçinit, na nuk jena pjesë e shitjes Plazhës së Madhe. Duhet të çojmë mesazh, nëse e la me kalu këtë gjë, ashtu si i kena lanë 30 vjet deri me 2020, ashtu si i kena përpi shumë gjana, edhe prep kena vazhdu me qenë pjesë e qeverisë, kështu ka me ndodh tani jetën. Deri në fund, ata që se shofim që na prep edhe mas kësaj shkelje, mas këtij disrespekt, kena prep, pa jem të folë për partitë cilat janë pjesë e qeverisë, prep kena me qenë pjesë e qeverisë, atëherë na kena tret komplet kredibilitetin, atëherë na nuk kena serios, atëherë mas thamë edhe një fjalë që e meritom se çka janë ty na ba.
mas tëmë edhe që e meritom që se vetë jena pjesë asaj loje, që se vetë jena pjesë e kësaj qeverie. Pra ndaj thras gjithë ato të cilët përfaqësojnë Ulqinin, që fatkeqësisht prej 5 deputetëve vetëm 2 deputetë ja kanë mbrojtur Ulqinin në orën e kryeministrit. Vetëm 2 deputetë ja kanë mbrojtur Ulqinin aktivisht edhe me zemër. 5 deputetë kena pi Ulqinit parlamentin e Malit Zi. 5, që nuk ish numër i vogël. Atje nuk ish lyp me fol, me mrit, nuk ish lyp me mrit ke fjala kryeministri i cili është të ba diçka që nuk ka ndodhur lan historinë e asnjë qytetit më mëone. Qoftë se kryeministri i Malit Zi mendon që shumica e Ulqinit janë për mu investu ose mu bakja që më nënej. Shumë e thjesht, si pas shkencës politike, forma ma e pastur e demokracis ish referendumi. Hidhen referendum, veti qytetarë të Ulqinit, që ka menojnë? Qoftë se del për mi 58%, do na mi pru Arabin, do na mi shit plazhën e madhe, do na mi shit tanë, shiteni. Pruni, dvot punom, a do një me punu me shkencë, puno me shkencë. E ja, dikush, një kryeministër i cili nuk isha si njoftumon për Ulqinin, një qytet që 2500 vjetë na kena rujt, një kështu me një të tradita, një kështu me një këtë histori, edhe pse kena pasë dhe na ata sfidat e kohës e të historisë, me ardhë mi shit për një mandat, e na për një ministër, e disa funksione politike, me nej edhe mi arraf krahun, mi thanë mire ke, si ishtë në regu, absolutisht nuk ishtë në regu. Për këtë arsye, e ka cek shumë bukur dje edhe deputeti Mehmet Zenka në kapacitete akomodimit kena bal. Na të lejmrumun kena bele si pas statistikave 40, 50 ose 60.000, që janë statistika të rejshme, na kena akomodime bal. Kena për 300.000 akomodime qofshin private apo hotelerike në Ulqin. Me këtë planin që ka ishtë të baku zotnia eksperti ekonomis kryeministri, dorë më shtu dhe 80.000, 100.000 akomodime tjera. Ku mi majt në ata? Qofë se janë aqë djegun me investu në Ulqin, bani fakultetet. Bani urën, ku ish ura, që ka planifiku vetëm 5.000 euro, një kë kryeministr, në qofë se ish aqë djegun, qofë se edhe në Ulqinin ka shumë, ura që ish mu lith edhe një pik strategjike, një pik që ka me lidh 2 shtete, ka mi shkurtu distancën me Tiranën për 60 ose 70 km, qofë se isha që i djegun. Ku ishtë spitali që për shpinë e shëndetit ka da veç 5.000 euro, qofë se isha që i djegun. Pa jamar, nuk ish i djegun këpë investime, nuk ish kja për të mirën tonë, si shtu ba kja me fitu na, ke ishtu ba me fitu dikush tjetër. Edhe ishtu në shtin dyshime. Edhe nëse duana me dal me gjana konkrete, duana me dal me nis një mesazh i cili kryeministri ka me kuptu se nuk mundet me lujt me popullin e Ulqinit. Ju falenderit për vëmendjen, kërkoj falen që ose kam qu pak sazanin, për mu kur ishtë sidamas qyteti maj bukur në tanë Mediteranin pytje, unë nuk mund më nej rahat. Edhe mu së ngishtë të zanë gjumi rahat, kisha qenë pjesë e kësaj loje. Ju falenderit. Hvala gospodine Hoxha. Sljedeći za riječ se javlja odbornik Sala, izvolite. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar këshilltar, të nderuar media, të nderuar qytetar. Jam këto sot para jush të shpreh edhe një herë qëndrimin e Lidhjes Demokratike në Malzi për rreth kësaj pike të tranzitës, qëndrim si vazhdimësi e qëndrimit tonë në mbledhjen e kaluar, ku e prezantoi këshilltari Hardolli. Për fat keq nuk ka mujt me qenë pjesë e mbledhjes shkaqe familjare, por këshilltari Hardolli e ka parashtruar në mënyrë ekselente për mendimin tonë. Në pikat shkurta do të fokusohem në qëndrimin tonë ndaj kësaj pike të ditës. Nuk duhet kur të harrom dhe çdo herë duhet ta potencojmë se jemi të gjithë si qytet, si parti, si komunitet pro investimeve. Nuk mund të bim në ndikim të kryeministit apo kujt do qoftë tjetër që të dalim se jena kundër investimeve. Duhet çdo herë ta cekim se jemi pro investimeve, por gjithmonë pro investimeve të cilat bazohen në dokumentat ekzistues për zhvillim hapësinor dhe planet ekzistuese që ne I kemi. Dhe kurse si në investimet të këtilla që bazohen në këtë lloj marrëveshje që është
absolutisht ofenduese për ne si komunitet dhe si populli i Ulqinit. Është po ashtu gabim të krahasoj kryeministri investimet në Ulqin me investimet e vendet e tjera, qoftë atje në Dubai apo qoftë në Llushtic apo Portonovi, ku prej shkamive e shkretinave kanë bërë atraksione, në plazhat i Kena sot e 2500, në qytetin e vjetër e Kena dhe çdo sent i Kena tradit, nuk guxojmë të lajmë që të tjetë tërsojnë atë tradit. Po ashtu duhet të fokusohemi sa më shumë në specifikën e Ulqinit, e cila është e veçantë. Ne jemi një qytet me shumicë shqiptare si banor autokton të kësaj treve, dhe në bazë të legjislacionit të fuqi dhe bazë të ligjeve në fuqi, ne nuk lejohet të investohet në nuk lejohen investimet të cilat ndikojnë në demografinë e qytetit apo në ndrimin e popullsisë. Për mos me dash shumë më zgjat, dua në mënyrë publike sot këtu ti lavdroj për performancën e tyre dje deputetët nga Ulqini, Abazović dhe Zenka, të cilët në mënyrë perfekte kanë mbrojtë qëndrimet e këtij qytetit para këtij kryeministri. Mendoj se na si pushtet lokal dhe si këshilltar duhet deri në pikën e fundit të qëndrojmë çdo fjali të thënë nga këto dy deputet, por duhet të shkojmë edhe më përtej. Duhet të shtojmë. Çka të shtojmë? Të shtojmë atë çka na dhënë ne, si pushtet lokal dhe si qeverisje. Për mu personalisht, qëndrimet e kryeministrit Malit Zi dje në parlamentin e Malit Zi kanë qenë shumë ofenduese. Në shumë raste ajo ka përdhos tamashtu dinjitetin ton si popull autokton në këto treva, duke thënë fjali ofenduese për neve. Me pap turpsin më të madhe përmend borxhin që i ka komuna Ulqini e qeverisë, dhe kur nuk e përmend ato çka ka marrë shteti për Ulqinit, të cilët ja përmendi zoti Zenka dje. Po ashtu mendojmë se ky lloj investimi ndikon direkt edhe në identitetin ton kombëtar, si popull autokton në këtë vend. Nëse lejojmë që të bëhet një investim i tillë, po them në gjuhën malezeze të Mjeshovit Anamjan, dhe si inxhinier i ndërtimit e di se çka është, ku do të ndërtohen hotele të stilit kondo, ku do të ketë banesa të cilat do të shiten nga 8.000 deri në 20.000 euro për metër katror, dhe ne e dim që ato banesa nuk i blen dikush i joni. Atëherë automatikisht do të ndikojmë në ndrime të tmerrshme demografike dhe rrjedhimisht do të jemi pakic në vendin tonë. Andaj apeloj që me aq sa mundemi të mundohemi të ndalojmë këtë të keqe e cila na kanoset të gjithëve si komunitet. Edhe një herë përsëris, ne këtë e shikojmë si grabitje e pasurive tona natyrore. Për fund, dua të them se është një fat i mirë sot që jemi të gjithë bashkë dhe në një qëndrim për këtë pikë të rendit ditës. Ne si parti politike nuk jemi pjesë të kësaj qeverie, por në mënyrë të ashtu të heshtun deri diku i kena kuptuar edhe këto parti shqiptare që janë pjesë të kësaj qeverie se kanë pas donjë tek tuk më shtin punë dikan, por nëse kjo kalon me të vërtet kur nuk do të kuptoj atë shqiptar që është pjesë e kësaj qeverie. Ju kisha lutur që të jemi të gjithë të unifikuar dhe me një qëndrim lidhur me këtë pikë të rendit të ditës. Faleminderit. Hvala kolega Salaj. Predsjednik se javio za riječ, nakon njega ćete vi, gospodine Hadži Sulejmani. Izvolite, gospodine Nimenbegu. Ju faleminderit, zonja Popović, unë në të vërtet jam duke cekur atë çka thaç në fjalën hyrëse. Dhe në fjalën hyrëse dhe këto ditë përsëris vazhdimisht. Nuk guxojmë të kemi dyshime të njëri tjetri. Jemi unik. Dua të cek vetëm punën e deputetit Çapuni. Deputeti Çapuni ishte jashtë shtetit me obligime profesionale. Deputeti Çapuni, edhe besart ose për atë arsye, në këtë kohë ka punuar vazhdimisht zbashku me ne, din gjithë kolegët ju, në përfundime, në konsultime. Komunikimin me Kongresin Amerikan, me
me diasporë, me njerëzit e rajonit, është e vazhdueshëm. Kështu na takon gjithve të punojmë. Pjesëmarrja në qeveri e keni me drejt, me këto akte vuhet në pyetje. Me këto akte pjesëmarrja vuhet në pyetje. Unë nuk dua të përmendi qëndrimin tim për formimin e qeverisë, nuk dua të bëj populizëm. Subjekti im participon dhe ju lus gjithve. Sonte do t'jetë emitimi i emisionit të cilin e kam inqizuar mbrëm me zonjën Adžović, Majda Adžović, ku do të shpalosen edhe më tej për publikun e Malit Zi, të cilat dilema janë dhe ku është dobësia e këtij projekt, ku është rreziku për ne i këtij projekt. Çdo kush nga ne duhet baj punën e vet dhe përsëris mesazhi i këtij kuvendit edhe i zotit Çapunit ka qenë në përfundimet si i kemi va me 21/3, edhe përfundimet e sotme. Ky është mesazhi jon. Ky është mesazhi i gjithë subjekteve politike. Tani duhet të fokusohemi në zgjedhjen e këtij problemi. Samo kratko, zbog ovih poziva koji su ovdje bili, ja stalno pozivam. Ne smijemo imati sumnju među sobom, među našim odbornicima, među našim političkim subjektima, jer sam siguran da smo svi na istoj strani. I što se tiče poslanika Čapunija, on nije bio jučer u parlamentu iz profesionalnih razloga, pošto se nalazi van države. Njegove aktivnosti su ovdje brojne, od sastavljanja ovih zaključaka, od komuniciranja sa Američkim kongresom, sa diplomatskim predstavnicima, sa dijasporom i konačno i glasanjem i prisustvom ovdje danas. I moram reći, ministar iz Ulcinja, Fatmir Đeka, nije glasao za ovaj sporazum koji se ovdje preksinoć. To treba da bude, nije samo demanti, nego moramo biti tačni i moramo biti podrška jedni drugima. Gospodin Đeka je na svakom našem koordinacionom sastanku i svi mi isto radimo i mislimo. Evo, samo toliko da ne bi širio debatu. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Sljedeći za riječ javio se kolega Hadži Sulejmani. Gospodine Lunji, vi ste posle njega. Ju përshëndes të gjithëve, nderuara kryetare e Kuvendit, i nderuar kryetari i komunës, të nderuar kolegë këshilltarë dhe këshilltare, të nderuar mediume, të nderuar bashkëadletar, të cilët jeni me ne në të momente, unë mendoj, po parafrazoj të vështira për komunën tonë. Mendimi im është, kam diskutuar atë ditë, dhe ashtu që nuk duhet përsëritem, por duhet të flasë në bazë të atyre çka lexoj edhe që kemi pak argumente të ofruar nga qeveria e Malit Zi, por për ato çka lexoj edhe çka ndjej, duhet të ballafaqohem me problemin në fjalë. E përshëndes fjalën e zotrisë shokut tem me Zengës, shumë i mirë, çka mendoj të njëjtën gjatë të kërkoj dhe Ilir Çapuni, Fatmir Gjeka edhe të gjithë artani e të gjithë deputetët që janë në parlamentin e Malit Zi. Unë mendoj se të gjithë kishin reaguar në njëjtën mënyrë, se cili prej tyre po të reagohet ndryshe, atëherë populli do t'ia kthej shpinën. Unë e kam bërë për mega projektet një shkrim, të cilën duhet ta lënë dosjen time mbas kësaj kohe që mos kësaj që do të marrim ne mas qëndrimeve. Mega projektet dhe problemet që vinë pas. Projektet mega janë projektet e mëdha, infrastrukturore, teknologjike dhe shoqërore, që kanë një ndikim të konsiderueshëm në ekonominë dhe shoqëri. Megjithatë, këto projekte shpesh përballen me disa probleme serioze pas përfundimit ose gjatë realizimit të tyre. Ja disa nga problemet që mund të rrjedhin nga kjo. Këtë e bëj në bazë të leximeve dhe tekste që kam lexuar për kompaninë në fjalë Muhammed Allabar.
do të sqarohem në fund. Kosto apo apritur. Projektet e mëdha mund të kalojnë buxhetin e planifikuar për shkak të faktorëve të parashikuara, inflacionin, ndryshimet në çmimin e materialit ose kërkesat për ndryshime gjatë ndërtimit. 2. Mungesa e transparencës dhe korrupsionit. Shumë projekte të mëdha janë të ekspozuara ndaj korrupsionit dhe mungesës së transparencës, duke sjellë ndarje të parave dhe burimeve që ndihmojnë për të realizuar projektin. Ndikimi mjedisor dhe shoqëror. Disa projekte të mëdha kanë ndikim të rëndë në mjedisin dhe shoqëri. Për shembull, shkatrimi i habitateve natyrore, zhvendosjen e popullsisë lokale ose ndotjen e ajrit dhe të ujit. Menaxhimi i burimeve njerëzore. Për realizimin e projektit të mëdha kërkohet një numër i madh punonjësh me aftësi të veçanta. Mungesa dhe keq menaxhimi i burimeve njerëzore mund të çojë deri në jo efikasitetin e punës apo të investimeve. Nër 5. Përmballja me rezistencë publike. Disa projekte të mëdha mund të ndeshin me rezistencë nga ana e publikut, veçanërisht nëse ndodhin në zonat populluara ose të ndjeshme mjedisore, ose nëse ndikojnë në jetën e përditshme të qytetarëve. Në gjitha këto i kam shkruar me qëllim që të kem unë të shkruara, edhe këtu në këtë do të ndikojë edhe teknologjia dhe inovacionet të reja të cilat do të vinë. Unë mendoj që do të kemi probleme shumë të mëdha edhe në këtë drejtim. Atëherë, 99 vjet do të jepet plazh i madh. Dhe me thonë historia përsëritet. Ulqini para 100 viteve u dha malit zi. Për fat keq, kur gjë nuk u bën nga jo, ulqini meti në malzi, që nuk është pjesë e historisë dhe nuk do të merrem me te, do të merren historian, por a do të ndodhë që bas 100 sa vjetëve të jepet ulqini dikujt 99 vjet, po them një fjalë që thohet dhe i fjali, historia përsëritet. 99 vjet ai do të marr plazhin e madh. 99 vjet do të marr pjesën që është pronësi e shoqërisë apo shtetit Malizi dhe komunës Ulqinit. Por pjesën private do ta blej. Edhe do ndodh ajo çka ka ndodhur me Ulqinin para 100 sa vjetëve. Domethënë kur nuk do të jetë pjesë e komunës së Ulqinit, do të jetë një qytet i ri i formuar në kuadër të komunës së Ulqinit. Kryeministri Malizi do të përqendrohen pak në diskutimet e tija. Thotë që ne kemi bërë Port në Montenegro, nuk kemi pyet kërkën. I them kryeministrit zotërisë Pajiqit, nuk e pyet kërkën, nuk është pyet kërkush, por në Ulqin duhet të pyesësh. Është një situatë krejt tjetër. Ma çka do të bësh ti me Ulqinin, do të bësh të çfarosësh edhe shqiptar, e malezes jetojnë këtu, e serb, edhe të gjithë të tjerët. Për arsye se basure do të formohet qytet i ri, ne do të mesim pakic, të gjithë së bashku. Universitetet në Ulqin, shumë qesharake. Ulqini s'ka nevojë për universitete. Universitete kemi mjaft. Kush do të shkojnë ato universitete? Kush do shkojnë? Do shkojnë njerëz të cilët kanë para. Janë pasanikët. Ne prep varfrohemi në këtë anën këndej. Faleminderit zotërisë Pajiq, kryeministër, ti je kryeministër dhe i Ulqinit, edhe joni e të gjithë neve. Ke edhe disa vota prej nesh. Nuk e meriton Ulqini një qasje të tillë. Të mos na pyetësh, por të na hidhësh projektin në të valin, merre ose lene. Kjo është fati jonë. Ne jemi mësuar si Ulqin, por ju them të drejten, duhet jemi më të bashkuar se çdo herë. Diskutimin tjetër përpara kam filluar, të bashkuar mund të qëndrojmë fort, po që se ndahemi atë kur do s'kemi bërë. Spitali në Ulqin, shumë i mirë se ardhur, është gjithçka e mirë. Kush do të shkojnë ato spitale? Do të shkojnë ato që ai ka me kriju villa, ai nuk është firmë hoteliere, është firmë ndërtuese. Kur do të shkojnë ato spitale? A do të shkojmë ne? Ne s'kemi pas atë mundësi, po kanë me pas ato që kanë me ble villat. E kush ka me ble villat, dihet kush ka me ble villat, që mos të merrem me analiza më të tjera. Marina, shumë dhe më mirë. Po ku jemi ne në këtë marinë?
Po që se plazhi më shndrohet marin, ne s'kemi ku të shkojmë në plazh. Marina dihet çka qëndron mas marinët. S'ka më plazh. Aeroporti. Për kë formohet aeroporti? Aeroporti formohet për klientelën pasanike, për njerëz të pasur, për elitë arabe e gjëra tjera. Për elitën e Spajicit, Mandicit, Vučićit, Roms, temat në Tiranë. Unë e përmendi se dikush mendon që unë Ramën mos e di që po qeshi, po Ramën e kanë pasur të nderi unë bashkë me shok, mos e se. Por e kritikojnë atë politiken, çdo politikë që është dashakeqe në këtë rajon. Edhe unë zotëri po e them të drejtën, firma e Allabarit, unë kam menduar që është firmë serioze, por çka lexoja nuk është firmë serioze. Se ka bo masakrën në Durs edhe në Beograd në Vodi, apo Beogradin e Uj. Edhe atje njerëz të sërbë të Beogradit thojnë ka bo masakrën në Beogradit. Ja ka ndru pamjen krejt Beogradit. Dhe më kur një Beograd vull ma që ka bo kë, atë kur një ullqin i vogël që të të ndodhë. Për mas me u logë në këta. Për mas me ase këto ishtë interes i njerëzve që qeverisin të ne edhe në rajon për ta menaxhu ullqinin një herë për gjithmonë. Ta marrin në menaxhim. Atëherë, unë mendoj që një propozim i zotri Hoxhës shumë i mirë. Unë si këshilltar kur s'do të çoj dorë për të. Edhe do të jem në mbrojtje të ullqinit në mënyrë demokratike, me metoda demokratike. Por e pëlqej propozimin e tij, kjo duhet të jetë fundi që popullet shkojnë në referendum. Mos dal kryeministri me tanë që më kanë shkruar mua që janë për investime, janë 10 vjet, 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, 100 vjet. Po ne jemi 25.000. A kupton? Edhe unë jam, edhe kam pas mendje, ai është më i ri edhe kam mendjen më të freskë se unë. Referendumi është ai që do të thojnë të gjitha. Nëse populli thotë që të bëhet investime plazhmore në këtë mënyrë, se jemi kundër investimeve, ullqini ka nevojë për investime, po jo në investime dashakeqe. Për atë punë po them, referendumi është ai që ka me zgjedhje të gjitha. Unë ju falenderoj se mojta pak gjatë, por mendoj që kemi se cili këshilltar duhet ta marrë fjalën, se cili këshilltar të thojë mendimet e tija. Kjo është pjesë e demokracisë. Bollma me centralizim. Duhet flasim të bëjmë decentralizimin e ullqinit edhe të gjitha komunave në Maltezi. Se nuk është vetëm komuna e Ullqinit, po komuna e Ullqinit është më e decentralizuar se përket mirave detare. Faleminderit. Hvala, gospodine Hadži Sulejmani. Sljedeći za riječ javlja se odbornik Aslan Lunji. Izvolite. Ju falenderit e nderuara kryetare, i nderuar i kryetari i komunës, të nderuar deputet, të nderuar miq, të nderuar koleg, këshilltar. Një fjale vjetër shqiptare, fjale moshme, si që themi ne, thonë se shtëpia e shqiptarit është shtëpia e Zotit edhe e mikut. Ne sot këtu kemi miq të cilët nuk e kuptojnë gjuhën tonë hamtare, edhe për të nërë tyne, unë do vazhdoj gjuhën në komentin në gjuhë malezeze. Zbog svih prisutnih medija, prijatelja koji ne razumu albanski jezik, nastavit ću svoje izlaganje na crnogorskom jeziku. Ja sam ponosan što živim u ovom gradu. Ja sam ponosan što sam odrastao u ovom gradu. Što su mi prijatelji bili Albanci, Crnogorci, Srbi i Bošnjaci. Međutim, žao mi je kada sam sa 33 godine shvatio kakav pogled imaju određeni ljudi na ovaj grad. Gospodo,
mi smo tu već 2500 godina dokumentovani. Imali smo razne probleme. Mnogo puta su nas pokušali poslati s ove ili s one strane. Na razne načine. Nije su uspjeli. Nije su uspjeli ne zato što nije su bili vični, već zato što smo bili ujedinjeni sa jednim ciljem. Da zaštitimo ono što je naše i da ono što je naše vrednujemo. U ovom slučaju imamo slučaj jednog predsjednika vlade koji većinu svog života nije proveo u Crnoj Gori. Ja i ne očekujem da on vidi Ulcinj kao njegov grad. Većinu njegovog života je proveo na nekim drugim destinacijama gdje se mnogo manje vrednuju neke vrijednosti nego u našoj sredini. Ovaj pokušaj, kao što je nazvao uvaženi poslanik, ovaj marifetluk je objelodanio namjere tog gospodina. Ja sam učestvovao na prvom sastanku kod predsjednika vlade i umjesto da sam počastvovan, osjetio sam se jako loše. A kazat ću vam i zbog čega. Na prvom sastanku kod predsjednika vlade, prvi komentar predsjednika vlade prema meni je bio: ko si ti ko je tebe pozvao? Ja znam, predsjedniče vlade, da smo vam mi pokvarili vaše planove. Znam da smo vam mi ušli među vaše dilove koji ste već odradili. Ušli smo na taj način što i nećemo dozvoliti da se dese. I pravo da vam kažem, očekujem i vaš revanšizam, vaše vlade prema ovom gradu. Ali vjerujte mi, prije ćete vi biti smijenjeni nego što ćemo mi biti smijenjeni. Ovo jedinstvo različitih političkih partija, uprkos nekim sitnim neslaganjima, pokazuje da kada treba, građani Ulcinja su jako odlučni u očuvanju onog njihovog. Nijesmo mi nikad u nijednom slučaju bili protiv stranih investicija. Po Monstatu, po glavi stanovnika smo čak u prosjeku najviše govorimo stranih jezika. Najviše poštujemo različite kulture, jer različitost kulture je u našoj naravi. Ali ne dozvoljavamo ovo pravno nasilje koje pokušavate da izvedete. Na ovaj način ne samo da izvodite pravno nasilje, već pokušavate da nas ubijedite da je to pravi put. Na vašu žalost, i mi smo malo pročitali neke knjige u životu, malo imamo političkog iskustva da prepoznamo takve pokušaje kao što je ovaj vaš. U ovom slučaju želim da se obratim i građanima Ulcinja, da je opština Ulcinj uvijek bila otvorena prema svim stranim investitorima. Uvijek smo pokušali da afirmišemo investitore i ljude koji žele svoje bogatstvo uložiti u naš grad. Međutim, vratit ću se još jednom, ovaj marifetluk kojim se produžava tenderski rok, dovodi jedna firma da bi učestvovala na 4,5 km kupališta na velikoj plaži, da bi se sjutra ta firma prikazala kao strateški investitor, zbog kojeg omalovažavamo čitav pravni sistem naše države. Vjerujte mi da to ni moje malo dijete od 3 godine neće prihvatiti. A siguran sam da na ovaj način vi ste više pokazali
više ste govorili za sebe nego za nas. Mi smo pokazali da smo dosljedni u našim stavovima. Mi smo pokazali da imamo jasnu viziju razvoja grada. Mi želimo strane investicije, da budu vaši gosti, da pokušate da nas oni ubijede da ovo što radite je dobro. Na kraju ću kazati da dosljedno stojim uz predsjednika opštine, uz građane, uz te zakupce kupališta i sve te ljude kojima pokušavate da naudite direktno vašim postupcima. Hvala vam. Hvala, odborniče Lunji. Da li se još neko javlja za riječ? Evo, izvolite gospodine Barjaktari, nakon njega za riječ ima Bojan Četković. Hvala uvažena predsjednice, nderuar kryetari i komunës, të nderuar këshilltar, të nderuar përfaqësues të medjave, organizatave qeveritare, miq, dashamir, qytetarë të nderuar. 30 miliard euro për rrena edhe mashtrime jena të ndizhu edhe kena më ndizhu edhe banë në gati se kena më ndizhu ndoshta një kohë të gjatë manipulime se në Ulqin do të vijnë zhvillim ekonomik, do të vijnë prosperitet, do të vijnë Ulqini tjetë Monaco, kështu apo kështu. Unë i quj rrena edhe mashtrime. Çdo kush ka pas mundësi, besoj se shumica edhe kanë shikuar dje parlamentin e Malit si ku ka për fat mirë, them ashtu ka dominu tema e Ulqinit apo plazhit të madh, e ka të qartë se çka ish prapavia e atij projektit. Unë edhe në mbledhjen e kalum, edhe në mbledhjet e gjitha partive të cilat i kemi pasur para mbledhjes së kuvendit, kam qenë ndoshta pak ma kundër edhe pak ma i shqetësum, se ndoshta jemi gjithë shqetësum në një mënyrë, por ma kundër atyre përfundimeve të cilat janë propozuar, dhe mendoj se ka ardhur dita ku duhen to përfundimet të jenë më ashpër të drejtuara qeverisë së Malit të Zi. Unë mendoj se ky projekt i cili kjo mënyrë e valorizimit të plazhit të madh ish katastrofë e madhe për Ulqinin, ish një veprim i cili ish i pa parë Malin e Zi ndonjëherë më herët. Domethënë krejt plazhin e madh me një marrëveshje ndër qeveritare ndërmjet dy shtetet të dhurohet dikujt, unë mendoj se ish diçka, nuk e di, nuk kam, ndoshta edhe s'kam fjalë edhe adekuate mi për shumë, mendoj diçka sigurisht edhe ju si jeni më të moçëm nuk ju ka ra me një për këtë lloj valorizimit një hapësire aq të madhe. Domethënë vjen mirë që jemi to unik, besoj se kemi me qenë një zëri edhe për ta përfundimet të cilat janë më të ashpëra, ma në fund janë më të ashpëra të drejtuara qeverisë së Malit të Zi. Duhemi të jem gati se ky është vetëm fillimi i luftës për këtë. Domethënë ky nuk është marrimi, ky është fillimi. Nesër me siguri ka marrë deri tek nënshkrimi i marrëveshjes nga ana e qeverisë së Malit të Zi dhe qeverisë së Emirateve. Domethënë ajo hap një rrugë e cila ka me pas beteja të ndryshme edhe në parlamentin e Lezi, por ne duhemi sot të nisim këtë mesazh, edhe ai mesazh duhet të jetë sa më unik edhe sa më i qartë. Po ashtu duhemi të jemi gjithë të vetëdijshëm që edhe politika ka çmimin e vet. Domethënë edhe vendimet tona e kanë çmimin e vet, vendimet se si do ta shtrojmë politikën, si do ta bëjmë politikën tonë, edhe nga cilat pozita do ta bëjmë politikën tonë, e ka çmimin e vet. Domethënë duhen të qenë vendishëm se sot ka parti politike nga Ulqini që marrin pjesë qeveri. Domethënë, nëse e dim që kjo është problemi më i madh që ka komuna e Ulqinit sot. Domethënë duhen me ditë se ai problem vjen një pjesë edhe nga ne. Ne kemi pas rastin shpesh herë kujtohem edhe
e përmeni edhe ndoshta edhe mbledhje ndryshme kur ka qenë deri ke shitja e pyllit pishave. Më thanë, qytetarët kanë ba protest, edhe protesti ka qenë para komunës, nuk e di kush ka qenë atë herë, cili njeri, cilat funksione i ka ushtru, njerëz prej karrige janë unë protest. Mas ta lejom se ajo nuk ish politike e cila mundet me ndalu diçka. As nuk e ka anal atë veprim atëherë, kam frikë se as këtë veprim tash nuk do të nal. Dhe me tha nuk munda na mul në 2 karriga të jem sa më i qartë, dua na mul një karrik edhe fort. Me vepru ashtu si mundana, ashtu si dim, mi hap mrethin, me thirr mediat sa më tepër, me thirr organizatat jo qeveritare, me ba, siç ish nisë edhe kryetari i komunës, me ba vizita tek ambasadat e huaja, Komisioni Evropian, gjithë pa mundërën për minal këtë tentativ e cila ish jashtëzakonisht e fuqishme, domethënë bëhet fjalë për qeverinë e Malit Zi, i cila i ka gjitha ingerencat e politikës mbrëmshme edhe të jashtme, edhe një investitor i cili po ashtu ish jashtëzakonisht i fuqishëm edhe ka rrjetin e vet. Edhe unë po ashtu dua ta nis mesazhin se ne nuk jemi kundër investimeve në asnjë mënyrë, sidomos nga viti 2020 Ulçini ish më i hapur për investime të vogla, të mëdha, të mesme, më shumë se asnjëherë. Domethënë nuk jena në asnjë mënyrë, edhe më vjen mirë se ish ofru edhe në takime ku ka marrë edhe ku nuk ka marrë pjesë, ish ofru për investime edhe ADA, edhe një pjesë, një modul apo 2 module e plazhit madh, edhe mali i Mavrianit. Kështu do të thënë kemi nisë edhe aty një mesazh të qartë që nuk jemi kundër investimeve, shpresoj edhe shpejt do të nisin. Ka nisur hoteli i parë me 5 yje mas 30 sa viteve mu ndërtu në Ulçin, Otran të ri, nisën ndoshta edhe Karisma nesër ku ka qenë në vendin ku ka qenë Lido, po ashtu një hotel tjetër me 5 yje, domethënë nuk jemi kundër investimeve. Por nuk jemi as kundër, nuk jemi pro një investimit apo një valorizimit të tillë siç e ka nisur qeveria e Malit të Zi. Shpresoj se gjithë të jemi në nivelin e detyrave të veta dhe shpresoj që këto ndoshta nuk e di ish propozimi final i përfundimeve, por shpresoj që të gjithë të jemi një zëri. Faleminderit. Hvala gospodine Barektari. Sljedeći za riječ javio se gospodin Četković, izvolite. Poštovana predsjednice Skupštine, uvaženi predsjedniče opštine, poštovani odbornici, odbornice, predstavnici medija, dragi gledalci. Evo danas jedna od mnogih sjednica vezano za potencijalnu investiciju i za ovaj sporazum. Mi već nekoliko dana smo u dugotrajnim razgovorima kako doći do nekog zajedničkog rješenja da napravimo i sačuvamo nešto od našeg grada, to jest najljepši biser grada je Velika plaža, da probamo bar na neki način da je sačuvamo i ne valorizujemo u punom smislu. Tako da nadamo se da će ovi zaključci danas s kojima se slaže moj odbornički klub, da će donijeti bar nekog doprinosa da imamo više razumijevanja kada je u pitanju i vlada Crne Gore i investitor, i da će biti prije svega lokalna zajednica više uključena u sve ovo, da će aktivnost lokalne zajednice biti mnogo veća nego što je bilo do sada. To jest da će lokalna zajednica biti pitana kao što je obećano tada na onim nekim prvim razgovorima sa premijerom. Sad ja isto spadam u jednu grupu mlađih političara i poslao bi 2 poruke, to jest da budemo dosta kraći, jasniji, precizniji u smislu da mi kažemo danas sa ovog mjesta da mi jesmo za investicije i jesmo, ja mislim da niko ne bi mogao ni da kaže da nije za ove investicije, jesmo za investitora, jesmo i za kredibilnog investitora kao što je ovaj, jer posle, osvrnuću se samo malo na neki prethodni period Ulcinja, posle ovoliko godina, posle urušene Solane, Građevinskog, Galeba, Jadrana, da sad ne nabrajam, ima dugi niz tih urušenih preduzeća i da se u Ulcinju nije uložio ni jedan jedini euro. Mislim da bi samo neodgovoran i čovjek koji ne misli dobro u Ulcinju rekao da je protiv investicije. Da, mi jesmo za ovu investiciju, ali isto tako ima i ono ne, mi nismo za to da se Velika plaža u ovim gabaritima
daje nekom investitoru, da mi izgubimo čitav pristup velikoj plaži i da neko uzme 14 km i radi. Ja mislim da treba aktivnije da se uključi lokalna zajednica, da se saslušaju naši zaključci, da se sasluša prije svega predsjednik opštine i delegacija koja bi uključila se u neke pregovore, da dajemo, da jesmo za investicije, nismo za ove gabarite, dajte da se nađemo na pola puta, dajte da damo neki, kao što je u prethodnim razgovorima i gospodin Zenka rekao, dajte da damo neke određene, počnite, evo uradite veličinu Luštice, veličinu Porto Montenegra, pa opet i Ulcinjani kad vide da kreće investicija, jedan manji dio, da vide da to ide na bolje, da ima pozitivnih koraka, prvi će Ulcinjani reći neka ljudi rade i mi ćemo prvi biti za to da podržimo te ljude, ali ne u gabaritima gdje čitava velika plaža spada u to. Znači, jesmo za investicije, ali nismo za to da cijela velika plaža pripadne jednom čovjeku, nego imamo modula, imamo zakone Crne Gore, imamo planske programe, pa nek se to poštuje, nek se privede namjeni, neka se ovaj sporazum će biti potpisan, to je, koliko ja vidim, neminovno, ali će posle njega uslediti ratifikacija u parlamentu, usledit će drugi sporazum koji će uključivati i Ulcinju u tom sporazumu ako se investitor odluči za investiciju u Ulcinju, i onda se nadam da do tog drugog sporazuma i šaljem jedan apel vladi Crne Gore da usliše molbe lokalne samouprave, da se uključi lokalna samouprava u pregovore do tog potpisivanja drugog sporazuma, da se nekako smanji ta veličina investicije, da to ne bude cijela velika plaža, ponavlja, nego bar jedan njen dio, da vidimo kako će biti, kako će to izgledati. Ja se neću osvrtati i neću dužiti, jer evo toko dana je bilo tih napornih razgovora, neću se osvrtati na ove prošle govore dragih kolega, svi su imali neki svoj zaključak i svoj vid ovoga, neko na demografske, neko na ekonomske, neko na jedne ili na druge. Mislim da je dobro što smo pokazali jedno jedinstvo, što danas nema razlike između pozicije i opozicije, što smo svi zajedno u ovome i što smo svi na strani odbrane grada u smislu veličine investicije. Stoga hvala vam i mi podržavamo zaključke koji će se donijeti na današnjoj sjednici. Hvala. Hvala gospodine Četkoviću. Da li se još neko javlja za riječ? Izvolite gospodine Murati. Nderuara kryetare e Kuvendit, i nderuari kryetari komunës, këshilltarë dhe këshilltar, qytetar të dashur. Kam diskutu, sot nuk dola të elaboroj më gjatë, i inspirumun plotësisht edhe pashtu një presje me të gjitha diskutimet që ka nëllë sot në Kuvendin komunal të Ulqinit, mirë po deshta me ba një pytje. Shumë parafolës edhe përthuj se gjithë këshilltarët thanë tash pa i voton përfundimet. Në përfundimet, unë personalisht si këshilltar përfundimin nuk e kam para vetit. Tashti edhe si atë ditë me na sjell gati, unë e di se për se cili përfaqësuesi partisë politike ka ardhur në për ato takimet të cilët kryetar ka ndodhur në kabinetin e juaj. Në po t'i shofim edhe na si këshilltarët veç individual, të jena 33 vetë. E kam cek mbledhjen e kalumun, nuk më kanë pëlqyer as pak ata nuk kam qenë i kënaqur me ata përfundimet cilat kanë qenë. E kam ditë se çka ka me noll, e di edhe se çka ka me noll më gjatë. Duana me qenë një herë për gjithmonë më precis edhe më sakt. E kina pasi e ka arrit kryeministri predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje tog sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlade Crne Gore i vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tash një nër përfundimet, çka mendoj unë, çka duhet me pru kjo kuvend ish, odbacujemo predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između vlade Crne Gore i Ujedinjenih Emiratskih Araba. Me qenë e hedhim, vjen mbledhje në seancë, mbledhje telefonike, edhe paf, me vedim shumicë se nuk e di kem ka pas, e te i kalen, kryeministri ishtë sot, dhe me thanë vetëm i shnis, edhe nesër, si që cekën
parafolësit ma heret, kam i nënshkru këte. Me sigurina kena me pas përsëri mbledhje të jashtëzakonshme, e cekën edhe parafolësit, lufta nuk maren, as nuk ka fillu me sot, kena me pas seanca, për i shmirë përfundimet tjenë ma sakta, të përcaktohena, o jena, o s'jena. I kam lexuar ta përfundimet, në rregull janë, kërësha kundër, edhe me ta përfundimet cilat kena mi sjell sot, një zërit kena mi votu, përsëri një zërit kena mi votu. Për tjena pak ma të sakt, e kena pasë që ka pru, edhe që ka arrit, me miratu në mbledhjen telefonike në për WhatsApp, një ndër përfundimet, jena kundër ati propozimit që ka pru kryeministri. Nuk mundet qeveria ma lidhësi në formë bilaterale, dhe me thënë, me vendos për Ulqinin, pa u pyt kuvendi edhe gjithë qytetarët e komunës Ulqinit. Duhen mi ditë qytetarët e komunës Ulqinit. Komuna, një pjesë e komunës Ulqinit, plazhi Mof, me gjatësi 12 kilometrësh, nepet për 99 vjetë. Shitet, falet. Nuk ka njeri që nuk mundet me investu në gjithë ruzullin toksor, me e nap dikuj tokën për 99 vjetë, ka mundësi, dhe me thënë, pa asnjë euro mi kryt gjithë të investim. Ne për ati tokën, merë kreditin, von hipotekën komplet në tokë, janë dërtu disa hotele, janë pato në të formë. Pa 1 cent, 1 euro, mas mi pas investitori. Nuk mundën e mi ba këtë punë. E kam analizu sot një shkrim ka qenë në gazetën ditore Vjesti, lidhur me komplet këtë se që parashef kër propozimi që dhe me ba, se këtë bukur aty nuk vlen as merët parasysh as pak plani hapsinor, nuk vlen ligji mbi mbrojtjen e natyrës, nuk vlen ligjet thot për pagesat e komunalive edhe tatimeve, 11 milion metër katror tokë. 11 milion metër katror tokë. E pas ka cekë investitori në përtakime me kryeministrin që në formë përshpejtuar, kur të arrin deri kja marrëveshje, ka me arrit në formë përshpejtuar mi realizu këtë investim për 10 vjetë. Qa ka mu ba me të plazhet e Ulqinit për 10 vjetë? Plazhet e Ulqinit keme qenë jashtë funksionit për 10 vjetë nëse i fillojmë të me gadit. Turizmin Ulqini kam i hup një herë e përgjithmonë. Një herë e përgjithmonë kam i hup turizmin. Në qofë se e lejojmë edhe në qofë se kam e arrit e mi qu deri në fund. E kam cek edhe ditë. Lojnat pasur të tu nuk bahen. Tu kena vetëm lojnat mëta edhe as kërgja tjetër. Lojnat mëta e ka i parapatu, e ka parapate zhvetin, ja ka na fjallën, dikush do shta ka marrë dhe akotacionin për këtë punë, se qka i shnis me do mos mi shty deri në fund, edhe me çdo kusht den mi realizu. Mirë pa me nëj se nasi këshiltar. Nuk flasë për nese, jo në ndoshtë edhe kryvi, par për fmit edhe për ata fmit e fmive tonë nesër ma zjatë, mas tjena një kë formacion edhe një kë politik aktuale që ka ishtë, me dal nesër e ka shit Ulqinin një herë e për ta në ymrin. Besaj që kam qenë një kuptushëm, kur t'i arrim, t'i fitojnë ta gjithë këshilltar të përfundimet të cilat i keni sjell bashkarisht gjithë së bashku, t'ja hedhin një sy edhe një herën këshilltar. T'jena paksa ma konkret. Unë me mdhej se në një duhet me qenë një këtë propozimin që ka na pone. O të batë su je mo, dhe me thanë e hedhin poshtë komplet këtë që ka arritej me votu në mbledhjen e qeverisë. Ju faleminderit. Hvala, gospodine Murati. Da li se još neko javlja za riječ? Izvolite, predsjedniče Nimambegu. Si vazhdimësia e dialogut, Arjan, shumë e keme drejt. Shumë e keme drejt aspektin. Kjo është rreziku më i madh që është drejtu Ulqinit ndonjëherë.
Ky është një rrezik I cili na ka teku gjeneratës tonë. Pa dëshiru na edhe pa punu në të punë. Do shtë edhe ishë punu. Hajti pranom gabimet. Ti pranom gabimet si jemi sjell me plane, si jemi sjell ndaj punave afat gjata, edhe njëherë shfrytëzoj rastin. Ju e dini se unë gjukën më një pasa tashpër. Nuk e shah fajtorin brenda nesh. Nuk e shah. Gabime po. Nuk jam të folë për këtë situatë, të folë për përgjithësi. Qeverisja e Mali Zi fatkeqësisht nuk sillet mirë me Ulqin. E kam thënë në tubim. E kam thënë të guvernën e kaluar. As sat, as dje, as pardje. Aty e nal, se nuk du me përmend. As sat, as dje, as pardje. Nuk sillet. Si duket gjithë qeverisit e kanë pas një qëndrim. Nënversimi I ndaj nesh ka qenë maksimal, nuk di kush e ka përmend atë. Nënversimi nga ana e qeverisë nga ndaj komunës sonë ka qenë maksimal. Domethënë nuk vlen brenda nesh, por jene ty e na përgjigjet. Unë jam sigurt se nuk ka komunë nivelin e Malit Zi si arrin kësi lloj dinjiteti. Edhe kësi lloj qëndrimi. Njështu si jemi. Shamatumon, për çamon, me interesa, pa interesa, nuk besej. Ju kujtohet, kena pas dallime për fushë pishave, për pyet pishave, për krypore, valdenas, po I kemi fitu një ata beteja, edhe krypore, edhe valdenosin, jemi sigurt edhe këtë e fitojnë. Sa I takon sugjerimit juaj, s'm lejoni sa ta lexoj, do të thënë është nuk kemi dëshirë me nënversu këshilltarët dhe këshilltarët për mos me jap informatat kohë. Për herën tjetër, ma pare kanë fitu medit, po bjedi, edhe ka ba spin me informat, përse kanë fitu këshilltarët. Ju kujtohet. Përfaqësues e juj kanë qenë dakordumon edhe këshillumon. Kemi pas grupin e punës ku nuk kemi shiku kush I shumica, kush I pakica, mos I cek emrat. Kush kanë punu në grup pune. Sa I të kenë sugjerimit tuja, kemi Skupština opštine Ulcinj sa zabrinutošću glede na sporazum između vlade Crne Gore I Arapskih Emirata I ovim izražavamo naše apsolutno protivljenje. Apsolutno protivljenje. Edhe për sporazum, edhe për atë që parashikohet. Nëse nuk ishe mjaftueshme, edhe herë më së përsërisë herën tjetër, kemi kohë deri ke adoptimi. Kemi kohë deri ke adoptimi, këtë ka propozu zoti Baraktari në këtë pjesë, por t'jemi sa ma, pa tham, afër njëri tjetrit të efikas. Një kaq. Hvala predsjedniče Mabegu. Da li se neko javlja za riječ? Izvolite, gospodine Lunji. Poštovana predsjedavajuća Popović, nderuar zoti kryetare Nimon Begu, të nderuar këshilltarë, këshilltare, media. Sot para nesh qindet do të më lejoni që të vazhdoj në gjuhën malezeze për arsye të medijeve, më falni. Danas ispred nas nalazi se jedan, da tako kažem, okvirni ugovor, nacrt okvirnog ugovora koje je vlada usvojila elektronskom sjednicom I za koji mi danas ovdje raspravljamo. Radi se o jednom sporazumu koje je po nama već od samog početka I sve ovo dešavanja koje su se desila ovih zadnjih dana I ovih burnih sjednica koje smo imali, o jednom nekaradnom, da kažem, sporazumu. Sporazumu koji ima izuzetno velike manjkovosti I koje je na štetu građana opštine Ulcinj. Naravno, mi trebamo ovome da se suprotstavimo na svaki mogući način. Ne bih želio da elaboriram sve ovo što su prethodnici naveli, kolege. Ono što je najvažnije da mi odavde šaljemo jednu poruku da smo jedinstveni u ovome što se danas dešava u Ulcinju. Danas nam je ugrožena turistička sezona, ono što je najgore, a koji naši građani zavise od toga
planirana je jedna velika investicija u Ulcinju, pominju se velike cifre, jedan nekaradan ulazak investitora u Ulcinju, dovođenje u Crnoj Gori, također u Ulcinju, tako da imamo dosta manjkavosti informacije o svemu ovome i kao što sam rekao, moramo biti malo jači u ovome da pošaljemo jednu poruku. Mi danas imamo 3 ministara u vladi Crne Gore, Demokratska partija socijalista ne participira, mi smo opozicija. Ja bih volio, pozivam i sve, da nakon svega ovoga, da već oni budu na našoj strani, da budu dio ove opozicije i da zajedno se borimo protiv ovih nekaradnih, da tako kažem, nekaradne vlade koje, kao što su naveli i predsjednik, koje je protiv opštine Ulcinj. Znači, od ove vlade ne možemo da očekujemo ništa. Imamo predsjednika Skupštine koji je iz redova, da kažem, gdje mi manjinske i nacionalne partije gledamo negativno i za koji su, nažalost, glasali neki, da kažem, poslanici iz redova manjinskih partija koji danas participiraju u toj vlasti. Nažalost, ne nažalost, nego na našu sreću, Demokratska partija nikada neće biti dio te vlasti i u koaliciji, da kažem, sa gospodinom Mandićem, Kneževićem i jednom ekstremnom strukturu koja je protiv jedne i koja se protiv jednoj građanskom konceptu države. Tako da poruku mora biti snažnija, jasnija. Danas smo poslali poruke, imat ćemo zaključke, mi jesmo za te zaključke i glasat ćemo klub odbornika Demokratske partije socijalista za te zaključke. Mi smo to sve na kolegijumu i definisali, iako možda Arjan Murati je mislio da to već nismo, zajedno smo usaglasili, tako da smo jedinstveni po tome. Vraćam se i na to, bila je jedna skupština prije možda godinu dana, bilo je suzavaca ovdje, ali danas smo jedinstveni. Znači, kad su interesi građana Ulcinja, u tome smo jedinstveni i tu nema razlike koje partiji pripadamo. Eto, toliko. Hvala puno. Hvala, gospodine Lunjić. Izvolite, gospodine Murati. Na kolegijumu, gospodine Lunji, nismo definisali ništa. Evo, upravo sad ste dobili zaključke Skupštine opštine Ulcinj. I ja sam prije minut. Znači, nismo definisali ništa. Nuk e di që kena definu. Kena thanë që mbledhja ka me qenë në ora 12. Përfundimet në kolegium nuk i kena pas. I tesh e fitova përfundimin unë, i tesh e parë që ta napen edhe ty. Tesh qena qartë, kërgjatit. S obzirom da je u neku ruku i Skupština prozvata, evo ja mogu da kažem da smo na kolegijumu definisali da ćemo svi biti svi za jednog, jedan za sve. Mislili smo na taj stav. Ovdje smo da branimo Ulcinj, ja mislim da znate koja je tačka dnevnog reda. Smjernice ste dobili, tako da nema razloga da pokrećemo sada ovdje neku diskusiju vezano za to. Ako smo rekli da ćemo da djelujemo kao jedan, djelujemo. Nećemo da se napadamo danas. Hvala. Da li se ko javlja za riječ? Izvolite. Për hir të principeve të mia, përgjigjen do më dhënë në gjuhën shqipe. Gjatë diskutimit tim e kam cek kurse kam thënë që nuk jena një zërit. Ndoshta ka qenë keq kuptim prej këshilltarit Lunji, unë kam thënë kur kam diskutuar më herët kam thënë përfundimet nuk i kena pas na si këshilltar. Për sa i përket asaj një zërit edhe si kena me qenë diskutimet kënec, kam thënë edhe më herët jam inspiruar. E ju zonja e nderuar edhe respektuar kryetare e kuvendit, nuk keni nevojë me qenë advokatja e këshilltarit Lunji. Dhe me thënë, ndoshta ka qenë një keq kuptim i vogël. Unë e dola e ceka edhe më herët, vetëm përfundimet thash si kena pas në kolegium.
kena rrit marrëveshjen dhe kena thënë që gjithë me qenë një zërit. Unë edhe këtë ja kam bërë pyetje më herët kryetarit komunës, a ka mundësi përfundimet para se votojmë, mi pas gjithë këshilltarët, domethënë, në për bankat e veta. Ju faleminderit. Hvala, gospodine Murati. Ja sam pričala u ime predsjednice Skupštine opštine. Nisam ničiji advokat. Hvala. Nastavljamo dalje. Da li se još neko javlja za riječ? Još jedan put ponavljam. Da li još? Izvolite, gospodine Lunjić. Zoti Murati, na kena pas korrigiumin atë ditë edhe kena nap drejtimet si do t'i bim të vendime. Ka qenë kryetari i klubit juaj, kanë qenë gjithë të pranishëm, nuk kena nevojë tash me diskutu to. Ai është advokati jam, nuk e shmundur në vetë me dalë me fol, por nuk po du mi gjatu. Vetëm i kishe përkujtu disa gjana shkurt. Kryetari i qeveriet Malit Zi, Dritana Bazi ishtë ba me përkrahjen e Partisë Demokratike Socialiste. Sa një gjame i përkujtu në atë kohë. Kështu që përkrahjen e qeverisë si ka ndonjë të ndryshimi mas 30 gushtit dihet si ka. Kja ishte e qeverisë cila e keni pru, edhe cile ishte tash momentalisht. Për atë arsye kam ftu edhe partina tjera nacionale të merren vendim qëndrim më drejt sa i përket kësaj punë. Por unë mendoj se ne jemi unik në këtë vendim edhe mos ta diskutojmë më gjatë. Përfundimet i kena pru, kryetari e ka shpjeguar pse nuk ka dash mi lexu, për atë arsye i kena nap në këtë moment, si mas me dalë në media para se na t'i bim përfundimet. Faleminderit. Hvala, gospodine Lunjić. Izvolite, gospodine Murati. Nuk ka shapse që arsyeshme të përmendet ish kryeministri Malit Zi, zotëri Dritana Bazi, në këtë seancë, domethënë në këtë seancë të kuvendit, ishte vërtet që me votat e juja ka ardhur, por edhe me votat e juja, domethënë i ka përfundu mandati. Tashti me hyrë në lavirinte tjera më të gjata nuk pa kam dëshirë se mas marë mbledhja një kahje tjetër, mirë pa nëse mendoni se ishte nevojshme, byrëm, to jena gatshëm, të shpërfitoni përgjigjet adekvate. Hvala, gospodine Murati. Nastavljamo dalje. Izvolite, gospodine Zenka. E nderuara kryetar, këshilltar, qytetar. I bashkangjitem asaj ati citat apo deklaratë që e thatë më parë ju. Mas u futi në kronologji. Tash kena fillu. Sa të ka fillu? Para 14 javë ka fillu kjo punë. Pregaditjet janë bërë edhe para 2. Tham, uzurpimi i ekonomisë, uzurpimi i drejtës jetesës, uzurpim i drejtit qytetarit, uzurpim që t'jetosh, që t'kesh drejtën, t'jetosh e t'veprosh në qytetin tënë një ky aktisht. E keni pa dje kryeministrin, sa përgjegjësi ka tregu. Thjesht, sa t'i shdash me qenë kja për të mirën e dikuj, mas me pas ke për paskena, sa të ministri kishtë qenë me gjysër i qeverisë në Mirate. Ka shku me këshilltarët e vetë.
gjoja që s'kan, ju betohem tanë s'kan lidhje me zhvillim ekonomike, sidomos me zhvillim turizmit edhe me i strategji zhvillimit turizmit Malizi. Me një ata që ka qenë Mediteran, me ata njerë që i kini parë Mediteran, sot ka shku me lidh një kontrat e cila para shef. Ne nuk ka gja kundër për vazhdimin e kontratës bilaterale në mes Arabisë, në shkruhet me shumë shtete, se cili shtet me se cili shtet. Shqetësimi jonë është që ai ka shtu asaj kontratë dhe obligime lidhe me do investime cilat ka të bëj me 30 siç i kanë bë miliardat burra si para kusurit. A keni vrejt që qëfar seriositeti flet për keni me pas këtë, keni me pas atë, keni me pas këtë, këtu i kena, kam me fitu dikush bindje që i tu të dera i kena. E kanë thirë 100 vete pas kanë thirë për Ulqinit. Nas 100 kena për te kërkush e kanë thirë 100 vete. Kush janë marrë atë 100 vete që i kanë thirë? Bile ka ma trapazën sa dush këj vend që i kanë marrë në qafë. Edhe ka me pas, ka me pas. Ish pjesë e jetës tonë. Neri edhe pa neri kanë shku bashkë gjithmonë, qari që deri kanë shku bashkë kanë vlazën. Në vare se cilë drejtim shken dikush. Ju lutem, në këtë moment, bele nuk më doni, bele nuk ju du. Por këtu jena nah për vend tonë, këj është momenti që ish fillimi që i nah, në mënyrë kategorike jena kundër një aktit terrorist në komunës Ulqinit. Ovo je terroristički akt, da se bolje razumijemo. Od strane vlade nas pranovšine Ulcinj.